Mjeku ma tregoi këtë sekret. Qepa është plot me vitamina dhe kuron këto sëmundje. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë, por ekspertët thonë se qepa është një ushqim i klasit të parë. Gjithashtu dhe jo vetëm në përdorimet e kuzhinës, ajo mund t'i japë përfitime në përditshmërinë tuaj. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve kronike. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, ato cilësohen gjithashtu si një prej ushqimeve më të rëndësishme në dietën tuaj dhe renditet si një ushqim superior, që mund t'i japë shumë përfitime në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër sëmundjeve kronike. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu në rigjenerimin e organizmit. Qepa ka aftësi të mira parandaluese dhe lehtësuese të dobishme për të trajtuar shumë probleme kronike siç janë edhe ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimet dhe nga mikrobet. Ekspertët thonë një zëri se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë për mbrojtjen e organizmit, sidomos edhe sistemit imunitar, në funksionet e shëndetshme të hormoneve e të tjera. Qepa është e mirë për shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën më mirë se sa produktet e tjera. Ajo ul nivelin e kolesterolit të lartë, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe gjithashtu mirëmban shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se qepët janë të mira për organizmin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë ditore të gatimeve dhe shëndetit të tij. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për personat të cilët kanë luhati të pakontrolluar të sheqerit në trup. Për fatin tonë të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit duke u bërë një aleate e mirë e organizmit në betejën kundër diabetit të tipi 2, gjithashtu edhe problemeve që shkakton mbipesha në organizëm. Sigurisht që qepët nuk mjaftojnë që ju të keni të gjitha këto përfitime, por mund t'jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në menaxhimin kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Falë qepës do të zbehet edhe dëmi i yndyrnave në organizëm, ndaj konsumi i saj në mënyrë të kontrolluar dhe brenda standardeve të rekomanduara nga ekspertët e shëndetësisë mund të përkthehen si një nga elementët më të rëndësishëm ushqyes. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët rekomandojnë një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme në mbrojtjen e sistemit dhe mbrojtjen e shëndetit. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive të saj mbrojtëse. Përfitimet që merrni nga qepa janë të larmishme në reduktimin e komplikacioneve të organizmit dhe dëmeve që i kanosin atij. Sigurohuni që të konsumoni qepën e freskët në vazhdimsi të dietave tuaja. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni komplikacionet dhe të rrisni gjithashtu rezistencën e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët e cilësojnë qepën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund t'i ofroni shëndetit dhe të lehtësoni komplikacionet e tij. E tregtuar nga qytetrimet e lashta para 3500 viteve, qepa është simbolizuar si ushqim i përjetësisë në shumë rrethana. Qepët janë të pasura gjithashtu me nivele shumë të mira të sulfurit që japin asaj aromën e fortë dhe shkaktojnë edhe lotimin e syve. Studimet sugjerojnë se qepët mund të ulin tensionin e gjakut, të ulin riskun e zhvillimit të ataku në zemër, madje të ofrojnë mbrojtje edhe kundër problemeve të radikaleve të lira. Një qep e madhe ofron rreth 63 kalori, përmban gjithashtu më shumë se një kup ujë për të siguruar më shumë se 20% ditor të rekomandimit të vitaminës C, e cila ju nevojitet çdo ditë në riforcimin e organizmit. Ajo ndihmon gjithashtu edhe kundër rënies së flokut. Studimet e kahershme kanë treguar se aplikimi i lëngut të qepës në skalpin e kokës për 8 javë me radhë mund të parandalojë rënien tuaj të flokut. Te njerëzit që vuajnë nga alopecia areata, gjendja shëndetësore që shkakton edhe rënien e flokut tuaj.
Qepa është e mirë gjithashtu për shëndetin e personave që vuajnë nga nivelet e larta të sheqerit në gjak. Studimet e kahershme kanë treguar se konsumi 20 gram qep, ndërkohë që ofron në dietën tuaj përfitime të mira, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në menaxhimin e luhatjeve të problemeve të hipertensionit dhe problemeve të diabetit. Studimet kanë treguar se marrja e një ekstrakti të qepës për 6 javë ul në mënyrë të konsiderueshme tensionin sistolik të gjakut të njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Studimet të kahershme kanë sugjeruar gjithashtu se marrja e një produkti që përmban qepa dhe përbërësit e tjerë mund të ndihmojnë në uljen e tensionit sistolik të gjakut. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve të obezitetit. Studimet e kahershme kanë sugjeruar se përdorimi i ekstraktit të qepës dhe lëvoreve të saj për 12 javë në dietën tuaj mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë menaxhuese kundër këtyre komplikacioneve dhe të rrisë rezistencën e organizmit. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e problemeve të celulitit. Studime të ndryshme kanë treguar se aplikimi i një kremi me lëkurë e qepës mund të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë kundër shenjave që le celuliti në këmbët tuaja. Vetëm sigurohuni ta kombinoni atë si duhet në dietat tuaja ditore dhe ndikimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet të larmishme. Shtimi i qepës në menunën tuaj ditore do të ofrojë përfitime mjaft të mira edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Qepa është ndër perimet më të mira dhe më të shëndetshme për organizmin. Ajo përmirëson imunitetin, rregullon nivelet e sheqerit në gjak, ul kolesterolin dhe mbron në zemrën dhe trajton edhe problemet e reumatizmës. Por si ta përdorni qepën kundër problemeve që shkaktohen në shëndet dhe çfarë duhet të bëni në mënyrë që të merrni vetëm përfitimet e saj ushqyese në dobi të organizmit dhe të lehtësoni komplikacionet që ju kanosen çdo ditë edhe më shumë. Qepa mund të përdoret me efikasitet kundër problemeve të etheve, rënies së flokut, infeksioneve të veshit e të tjera. Ajo është një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese edhe kundër shqetësimeve të kollës. Qepa përmban sulfur që lufton gjithashtu edhe mikrobet që shkaktojnë probleme të kollës, që mund të përmirësojë sistemin tuaj imunitar në rastet emergjente dhe të parandalojë komplikacionet që i kanosen atij. Shtimi i qepës në dietën tuaj mund të ofrojë një lehtësim më të mirë kundër bllokimit të rrugëve tuaja të frymëmarrjes. Përzieni qepën e grirë me vaj në arës së kokosit dhe më pas e lyeni edhe në krahëror. Mbulojeni me një peshqir dhe vendosni qepën që të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, gjithashtu edhe lehtësimin e sekrecioneve. Qepa është një përzgjedhje fantastike për të ulur temperaturën e lartë të trupit. Nëse keni temperaturë të lartë, mund të lyeni shputat e këmbëve me vaj në arës së kokosit dhe më pas edhe me pjesën e harkut të vendosni fetat e qepës. Mbështjellni këmbët me qese plastike dhe vishni gjithashtu çorape. Qepët duhet t'i mbani në shputat e këmbës gjatë gjithë natës, në mënyrë që ato të thithin toksina dhe të ndihmojnë gjithashtu në uljen e temperaturave të larta trupore. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër të vjellave. Grijini qepën hollë, vendoseni në një nap dhe shtryni lëngun. Më pas shtoni gjithashtu çajin energjiku të ngrohtë. Pasi lëngu të jetë të ftohur, pini 2 lugë çaj nga lëngu i qepës për 5 minuta dhe të njëjtën sasi mund ta kombinoni gjithashtu edhe me energjikun dhe të ndihmoni në lehtësimin e problemeve të vjellave. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër infeksioneve të veshit. Ngrini një qepë të plotë dhe më pas e fusni në një çarçaf të pastër pambuku. Atë e vendosni mbi vesh dhe do të lehtësoni edhe problemet e infeksioneve dhe do të lehtësoni gjithashtu pastrimin e dyllit nga veshi. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të pastruar ajrin në dhomën tuaj dhe gjithashtu për të përmirësuar cilësinë e flokut tuaj. Vetëm sigurohuni ta përdorni me kujdes dhe gjithmonë brenda standardeve të rekomanduara për të evituar kështu dëmtimet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.